Të nderuar shikues, përshëndetje. Në kërkim të gjykimit të drejtë të ngjarjeve të rëndësishme, kërkojmë shkaqet që sollën deri te një situatë konkrete, ndërsa pasojat gjithsesi janë të prekshme dhe të drejtë për drejta. Për shembull, për ta kuptuar çështjen palestineze, duhet kuptuar lëvizjen sioniste dhe shtrirjen e saj në lidershipin evropian dhe amerikan. E si ta kuptojmë luftën e SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit? Fillimisht duhet kujtuar periudha kur megjithatë Irani mbajti zgjedhje demokratike ndërsa kryeministri I parë legjitim I këtij vendi u ngjit në pushtet në vitin 1951. Atë botë, Britania kontrollonte gjithë naftën dhe burimet iraniane. Mohamed Mossadegh nacionalizoi naftën dhe përjashtoi Britaninë, çka solli një grysht shteti kundër tij, të organizuar nga CIA, të koduar si operacioni Ajax. Rezultati, urzua kryeministri dhe u rikthye shahu, që ju dha pushteti pa kufizuar për të shtypur iranianët. Kjo rriti ndjeshëm ndjenjen anti-amerikane dhe anti-perëndimore dhe ishte baza që solli revolucionin islamik të vitit 1979, që sot SBA-ja, Europa dhe Izraeli po e quajnë terrorist dhe po I vrasin liderët e tyre në një gjueti shtrigësh. Deri sot, sipas shifrave zyrtare, sulmet izraelito-amerikane kanë vrarë 787 iranian, përfshirë liderin suprem Ali Khamenei, ndërsa Irani vazhdon të godasë bazat amerikane në shtetet e gjirit dhe objektiva brenda Tel Avivit. Sipas ekspertëve, Trump është futur në luftën e Netanyahut, ndërsa SBA-ja edhe një herë po hyn në një luftë që mbron vetëm interesat izraelite. Ndër raketat e para izraelito-amerikane që ranë në Iran të shtunën, ishin edhe ato që goditën shkollën fillore në qytetin Minab, duke vrarë brutalisht 165 nxënëse dhe stafin arsimor. Kështu vepron Izraeli. Në Gaza ka shkatruar gjitha shkollat, ndërsa ka vrarë mizorisht 21.000 fëmijë, pra nxënës. Njëjtë veproi edhe në Iran, duke goditur shkollat si objektivat e para të sulmit. Pamjet nga Minabi rikujtojnë një model të njohur nga Gaza. Klasat të reduktuara në rënoja, universitetet të shkatruara dhe struktura arsimore të paralizuara. Në Gaza, sipas agjencive të OKB-s, shumica e infrastrukturës arsimore është dëmtuar ose zhdukur. Minabi I shtohet këtij bilanci, duke zhvendosur modelin e shkatrimit përtej një teatri të vetëm lufte. Minabi nuk është një enklave largë ushtarake. Është një qytet bregdetar I populluar në jug të Iranit, në provincën Hormozgan, në linjët të Bandar Abbas dhe I vendosur përgjatë rrugëve që lidhin komunitetet e brendshme me ngushticën e Hormuzit. Është një vend ku peshkatarët kthehen në agim, ku tregjet hapen herët dhe ku fëmijët ecin drejt shkollës me fletore dhe ushqim të paketuar në çanta. Të shtunën në mëngjes. Java e punës në Iran fillon të shtunën. Nxënësit thuhet se ndodheshin në klasë në shkollën fillore për vajza Shaqare Tajeve, kur ndodhi sulmi. Dëshmitë përshkruan një shpërthim të fuqishëm, të ndjekur nga shembja pjesëve të ndërtesës. Ekipet e shpëtimit mbërritën në një skenë betoni të coptuar dhe korridore të mbushura me pluhur. Pamjet u përhapën me shpejtësi. Çantat e shkollës qëndronin të grisura mes ranojave. Faqe tekstesh fluturonin mes muraturës së thyer. Familjarët u mblodhën të tronditur jashtë asaj që kishte mbetur nga porta e shkollës, duke kërkuar bijat që kishin dalë nga shtëpia vetëm pak orë më parë. Shndrimi ishte menjëhershëm. Një vend mësimi u bë vend zije masive. Raportet fillestare përmendnin 148 të vrarë dhe 95 të plagosur, duke referuar zyrtarëve gjyqësor lokal në Minab. Disa orë më vonë, burime iraniane raportuan se numri viktimave ishte rritur në 165, shumica prej tyre nxënëse, së bashku me mësuese dhe personel. Ky sulm qëndron si një nga incidentet më vdekjeprurëse të vetme që përfshin fëmijën e këtë luftë. Horrori që po shpaloset në Minab nuk mund të ndahet nga ajo që ka ndodhur tashmë në Gaza. Që nga fillimi I gjenocidit të Izraelit në Gaza, më shumë se 21.000 fëmijë palestinesë janë vrarë, sipas shifrave të Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza dhe të cituara qërsisht nga Agjencitë e Kombeve të Bashkuara. Mijëra të tjerë mbeten të zhdukur në rënoja. Numri I fëmijëve të plagosur është edhe më I lartë, shumë prej tyre përballen me paaftësi të përjetshme. Shkatrimi I infrastrukturës arsimore në Gaza ka qenë sistematik dhe katastrofik. Sipas vlerësimeve të UNESCO-s dhe Agjencisë OKB-s për palestinezët, më shumë se 70% e shkollave në Gaza janë dëmtuar ose shkatruar. Qindra ndërtesa shkollore nuk janë më të përdorshme. Tëra distrikte arsimore janë rrëfshuar.
Rezultati është i dukshëm në pamje satelitore dhe në listat e viktimave. Klasat reduktuara në kratere, amfiteatro në metal të shtrembëruar, fëmijë dhe student mes të vdegurve. Minabi tani bashkohet këtij bilanci. Gjeografia është ndryshme, viktimat nuk janë palestineze, por modeli, shkatrimi i hapësirave dedikuara për mësim, ka një ngjashmëri të pagabueshme. Minabi ndodhet brenda provincës Hormozgan, një rajon që për shkak të afërsisë me ngushtisën e Hormuzit, ka peshë strategjike në planifikimin ushtarak. Rrugë, porte, objekte administrative dhe lagje banimi ekzistojnë në afërsi. Megjithatë, gjeografia strategjike nuk anulon mbrojtjen civile. Prania e infrastrukturës nuk e shndron një shkollë fillore në objektiv legjitim ushtarak. Në Gaza, lagjet të tëra u shpallën zona lufte në logjikën e eliminimit të rrjeteve të rezistencës. Në atë proces, u goditën shkolla, u sulmuan strehimore dhe u zhdukën universitete. Zgjerimi i një arsyetimi të ngjashëm ushtarak në Iran ngre pyetje urgjente. Kur fushatat ajrore zgjerohen përtej një teatri të vetëm, a zgjerohet me to edhe pragu i dëmit civil? Fëmijët në Minab nuk ishin luftëtar, ata po ndiqnin mësimin. E drejta ndërkombëtare humanitare është e qartë. Civilet dhe objektet civile janë të mbrojtura. Shkollat janë ndër shembujt më të qartë të objekteve civile. Sipas konventeve të Gjenevës dhe protokollit shtesë, sulmet duhet të dallojnë mes objekteve ushtarake dhe strukturave civile. Edhe kur pretendot një objektiv ushtarak, parimet e proporcionalitetit dhe të masave paraprake mbeten detyruese. Rregulli i proporcionalitetit kërkon që dëmi i pritshëm civil të mos jetë i tepruar në raport me avantazhin konkret dhe të drejt për drejt ushtarak. Kur një sulm rezulton në mbi 100 nxënës të vrarë, llogaritja e proporcionalitetit kërkon një shpjegim transparent. Në Gaza, goditet e përsëritura ndaj institucione varësimore kanë nxitur padi ligjore, hetime ndërkombëtare dhe dënime të egra. Megjithatë, shkatrimi vazhdoi. Minabi tani qëndron si një provë nëse këto debate ligjore kanë peshë, veçanërisht pasi dështuan në Gaza dhe dështuan në mënyrë të mjerueshme. I dërguar i Iranit në OKB dhe zyrtarë iranian e kanë përshkruar sulmin si pjesë të një modeli më të gjerë kriminal të luftës Izrael-Shëba që prek zona civile. United States Central Command pranoi raportet për dëme civile dhe deklaroi se po rishikonte incidentin. Gjuhë ngjashme kanë ndjekur sulme me viktima të larta në Gaza, ndërgjegjësim, vlerësim, rishikim i brendshëm. Shpesh ajo që pason është një mosmarrveshje. Pyetjet ligjore mbeten të pasgjidhura, ndërkohë funeralet vazhdojnë. Nga Gaza në Minab, identiteti i viktimave mbetet i pandryshuar. Fëmijë brenda klasave. Izraeli ka interesa të shumta në këtë raund të luftës së tij të pandërprerë, të tërheqë vëmendjen nga dënimi global për gjenocidin dhe krimet ndaj njerëzimit në Palestinë dhe të zgjerojë shtetin e tij garnizon për të gllabëruar gjithë Palestinën dhe pjesë të Libanit, Sirisë dhe ndoshta edhe më tej shteteve tjera, vlerëson profesori Dabashi. Sipas tij, Izraeli nuk do të kënaqet vetëm me fragmentimin dhe shkatrimin total të Iranit. Turqia dhe Pakistani janë gjithashtu në radar. Sulmi synon të shkaktoj luftë civile në Iran, në modelin e Sirisë dhe Libisë, me miliona njerëz të detyruar të braktisin vendin e tyre dhe me të gjithë hartën e kulturës dhe civilizimit iranian të fshirë nga faqja e dheut, vlerëson Dabashi. Në Universitetin Columbia të New Yorkut, Hamid Dabashi, në analizën e tij sjell 4 faktorë ushtarak në lojë, me fatin e më shumë se 90 milion njerëzve në rrezik. Faktori i parë është fuqia çliruar e ushtrisë amerikane, me Trumpin një komandant të pakontrolluar dhe gati të tërheqë vëmendjen nga dështimet e tij brenda vendit, me dosjet e Epsteinit, dështimet në rajon, aventurizmi në Venezuelë, Kubë dhe Grenland dhe dështimet në politikën globale përballë Kinës dhe Rusisë. Dabashi shkruan se Trumpi gënjente zakonisht kur organizonte negociata false me iranianët, me qëllimin për të fituar kohë dhe për të përgatitur mjaftueshëm forcën ushtarake për të goditur Iranin me efektivitet. Në SBA, kjo është një luftë shumë e papopularizuar kundër Iranit. Detyra kryesore e medias korporative, të udhëhequr nga The New York Times dhe The Wall Street Journal, është ta shes këtë luftë si paraprakisht të domosdoshme.
Faktori i dytë është vetë Republika Islamike, e cila përballet me protesta kombëtare që nga dhjetori 2025 dhe fillim janari, të nxitura nga kriza e thellë ekonomike që Irani ka përjetuar për dekada. Sipas Dabashit, këto vështirësi ekonomike janë rezultati dy faktorëve komplementar: korrupsionit dhe paaftësisë së brendshme shtetërore dhe sanksioneve shkatruese të jashtme të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në lojë, megjithatë, janë jetët e brishta dhe të pambrojtura të 90 milion njerëzve të ngujuar brenda dheut të tyre. Një terren shkatrues lufte civile dhe fragmentimi etnik i vendit është në horizont. Rajoni i Gjirit dhe më gjërë është tashmë skena e këtij agresioni të egër dhe pa kuptim, vlerëson Dabashi. Faktori i tretë është Izraeli, makina më vdekjeprurëse në rajon, i freskët nga masakra e pamëshirshme e dhjetra mijëra palestinezëve, sulmet ushtarake ndaj Libanit, Sirisë, Yemenit dhe Iranit në qershor 2025. Dabashi shkruan se Izraeli ka interesa të shumta në këtë raund të fundit të luftës së tij të pandërprerë, të tërheqë vëmendjen nga dënimi global për gjenocidin dhe krimet ndaj njerëzimit në Palestinë dhe të zgjerojë shtetin e tij garnizon për të gllabëruar gjithë Palestinën dhe pjesë të Libanit, Sirisë dhe ndoshta edhe më tej. Ambasadori amerikan në Izrael, Mike Huckabee, sapo i dha dritën jeshile për të pushtuar gjithë lindjen e mesme. Po ashtu, në agjendën e Izraelit është fragmentimi i Iranit në enklava etnike. Izraeli nuk do të kënaqet vetëm me fragmentimin dhe shkatrimin total të Iranit. Turqia dhe Pakistani janë gjithashtu objektiva të radhës. Faktori i katërt, sipas Dabashit, është iluzioni fashist i mbeturinave të dinastisë Pahlavi dhe banditëve e intelektualëve të tyre bashkëpunues të udhëhequr nga Reza Pahlavi, që ëndrojnë të rikthejnë pushtetin pothuaj gjysmë shekulli pas përfundimit të sundimit të tyre të korruptuar nga iranianët. Pahlavit kanë pak ose as pak bazë popullore në Iran. Banditëria e tyre fashiste dhe alianca me aventurierët vrasës izraelit janë shenjat e tyre karakteristike në këtë terren lufte, shkruan Dabashi. Këto forca do të dominojnë tani lajmet dhe do ta përpiqen të bindin botën se kauza e tyre është e drejtë. Thuajse gjitha mediat perëndimore do të gënjejnë botën. The New York Times dhe BBC do të jenë zëri i SBA-s, Izraelit dhe aleatëve të tyre europian. Asnjë fjalë që vjen nga këto makineri propagandistike nuk do të jetë e besueshme, shkruan Dabashi, dhe shton se vëmendja e botës duhet të fokusohet tek jetët dhe mbijetesa e 90 milion njerëzve, trashëgimtar të një civilizimi të madh që tani është në dorë të fatit mizor dhe të pandërprerë. Lufta SBA-Izrael ndaj Iranit nuk ka për qëllim të çlirojë iranianët nga sunduesit e tyre. Ajo synon t'i kap ata dhe t'i bëjë sklever, duke i detyruar të dorëzim të pakushtëzuar dhe pushtimit kolonial dhe imperial të gjithë rajonit. Sulmi synon të shkaktojë luftë civile në Iran, në modelin e Sirisë dhe Libisë, me miliona njerëz të detyruar të braktisin vendin e tyre dhe me të gjithë hartën e kulturës dhe civilizimit iranian të fshirë nga faqja e dheut, vlerëson Dabashi. Trumpi nuk ka qëndrueshmëri për një luftë të gjatë, ndërkaq Izraeli ka një lojë shumë më të gjatë për të realizuar makthin e tij të Izraelit të madh. Kur Saddam Hussein u rrëzua dhe u ekzekutua, u mbyll një regjim armiqësor ndaj Izraelit, por u hap një kapitull i ri dominimi i forcave pro-iraniane në Irak. Vakumi i sigurisë i krijuar nga pushtimi amerikan kontriboi në ngritjen e ISIS-it, duke destabilizuar rajonin dhe duke shkaktuar valë të mëdha refugjatësh drejt Evropës. Shembulli irakian demonstron se eliminimi i liderit nuk e neutralizon domosdoshmërisht kërcënimin, ai mund ta transformojë atë në forma më të rrezikshme. Gazetari palestinez Daud Kutab vlerëson se vrasja e liderit suprem Khamenei mund duket si sukses afatshkurtër i Trumpit dhe Netanyahut, por historia e rajonit tregon se vakumet e pushtetit shpesh prodhojnë kaos, radikalizëm dhe destabilizim afatgjatë. Një taktike preferuar i luftës është përpjekja për të prerë kokën udhëheqjes së armikut. Ndërsa këto strategji mund të funksionojnë në disa kontekste. Në lindjen e mesme, ato kanë rezultuar të jenë zgjedhje katastrofike, shkruan gazetari palestinez Daud Kutab. Sigurisht, vrasja e një lideri armik mund të japë një rritje të shpejtë populariteti gjatë luftës,
Sigurisht, presidenti amerikan Donald Trump dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu po shijojnë vëmendjen e shkaktuar nga suksesi i tyre i perceptuar në eliminimin e liderit suprem iranian Ali Khamenei. Por vrasja një burri 86 vjeçar, që tashmë po planifikonte pasardhësin për shkak të shëndetit dobët, nuk është një arritje e madhe duke marrë parasysh fuqinë dërmuese ushtarake që SBA dhe Izraeli zotërojnë së bashku. Me rëndësishmja, eliminimi i tij nuk nënkupton domosdoshmërisht që pasardhësi ose regjimi që do të vijë më pas do të jetë i gatshëm të shërbejë interesave izraelite dhe amerikane, vlerëson Kutab. Kjo sepse vrasjet e liderëve nuk çojnë në rezultate paqësore në lindjen e mesme. Ato mund të hapin dyert për pasardhës shumë më radikal ose për kaos që çon në dhunë dhe trazira. Një vështrim i shkurtër mbi historinë e fundit tregon se sa herë që Izraeli dhe SBA kanë provuar idenë e prerjes së kokës në konfliktet ndryshme në rajon, rezultatet kanë qenë katastrofike. Në rastin e Irakut, lideri i tij, Saddam Hussein, u kap nga forcat amerikane dhe u dorëzua forcave irakiane aleate që e ekzekutuan. Kjo mbylli një regjim që ishte hapur kundër Izraelit, por gjithashtu hapi dyert për forcat pro-iraniane që të merrnin pushtetin. Si rezultat, në 2 dekadat e ardhshme, Iraku shërbeu si platformë për strategjitë rajonale të Iranit përmes përfaqësuesve, duke ndërtuar një rrjet të fuqishëm aktorësh jo shtetëror që kërcënonin interesat e SBA-s dhe Izraelit. Vakumi i sigurisë Muscat dhe në Gjenev tregonin për koncesione të mëdha mbi çështjen bërthamore që Irani nën Khamenein ishte i gatshëm të bënte. Është e pakët të besohet se pasardhësi i tij do të ketë hapësirën politike për të vepruar në të njëjtën mënyrë. Nëse Izraeli dhe SBA vazhdojnë fushatën e tyre dhe shtyjnë për rrëzimin e shtetit iranian, çfarë do të dalë nga ai kaos është e paparashikueshme. Por duke marrë parasysh përvojat e fundit në Irak dhe Libi, një vakum sigurie në Iran do të kishte pasoja shkatruese për aleatët amerikanë në rajon dhe në Europë. Kjo ngre pyetjen e rëndësishme. Çfarë fitojnë Izraeli dhe SBA nga strategjia e tyre e prerjes së kokës në Iran? Për Netanyahun, vrasja Khameneit është një sukses i madh, duke përballur me zgjedhje kyçe. Ai mund të mburret për vrasjen e një lideri 86 vjeçar të sëmurë të një vendi të largët për një publik që nuk ka oreks për luftë. Në një kohë krize të vazhdueshme të kostës së jetesës në SBA, ai shpenzon miliarda dollar të taksapaguesve për të luftuar një vend që nuk pa taksapaguesve amerikan para, jetë ushtarësh dhe influencë në politikën e jashtme, pa asnjë kthim. Shpresa është që Washingtoni më në fund të mësojë mësimin se vrasjet dhe strategjitë e prerjes së kokës nuk funksionojnë, shkruan gazetari Daud Kutab. Vetëm sepse nacionalizoi naftën dhe largoi kompanitë britanike. Britania dhe CIA përmes një grusht shteti të orkestruar rrëzuan nga pushteti kryeministin e Iranit Mohammed Mossadegh në vitin 1953. Rrëzimi i Mossadegut nuk solli stabilitet afatgjat, por forcoi autoritarizmin e shahut dhe ndihmoi në përhapjen e narrativave antiperëndimore, të cilat më vonë do të kulmonin në revolucionin islamik të vitit 1979. Ndërhyra sekrete e SBA-s dhe Britanisë krijoi një model të rrezikshëm. Ndërhyrjet e huaja mund të rivendosin pushtet të kontrolluar, por gjithmonë me kosto të lartë për besimin publik dhe sovranitetin kombëtar. Mossadegh u bë simboli një lufte për pavarësi, ndërsa rënja e tij tregoi se lindja e mesme do të mbetet arenë për përplasjen e interesave globale, një situatë që vazhdon të ndikojë në marrëdhëniet ndërkombëtare edhe sot. Pas përfundimit të luftës së parë botërore, lindja e mesme ngrihej në skenë si një zonë strategjike jo vetëm për burimet natyrore, si nafta, por edhe si skenë për përplasjet e fuqive të reja botërore. Perandoria britanike kishte interes të madh në Iran, kryesisht për naftën e tij, e cila furnizonte flotat dhe industrinë e saj. Irani që mohua kontrollin mbi burimet e tij pasi kompanitë perëndimore, veçanërisht Anglo-Iranian Oil Company, shfrytzuan marrëveshje favorizuese gjatë dekadave të mëparshme. Kjo gjendje krijoi mosmarrëveshje të thella midis pushtetit lokal dhe interesave perëndimore. Në vitin 1940, Irani u tregua i paqëndrueshëm politikisht si pasojë e ndikimit të huaj dhe strukturave tradicionale. Mohammed Mossadegh, një politikan i arsimuar dhe me reputacion, u ngrit në skenë si zë kritik ndaj dominimit të huaj. Ai përfaqësonte një forcë politike që kërkonte pavarësi ekonomike dhe sovranitet mbi pasuritë kombëtare. Ideja e tij kryesore që mori jehon
ishte nacionalizimi i industrisë së naftës, një veprim që do të shënonte një pikë these. Në 28 prill 1951, Parlamenti zgjedh Mossaddequn si kryeministër me votë të deputetëve pas një votimi që rezultoi 79-12 në favor të tij. Kjo i dha atij legjitimitet demokratik nga organi përfaqësues. Mossaddeq ishte i vendosur nacionalizoi industrinë e naftës duke hequr kontrollin nga kompania britanike Anglo-Iranian Oil Company. Kjo vendosi në konflikt të hapur qeverinë iraniane me Britaninë e Madhe, e cila humbi fitimet e mëdha nga industria e naftës. Nacionalizimi çoi në një blokadë ekonomike dhe embargo të naftës nga Britania dhe aleatet e saj, duke shkaktuar krizë të thellë ekonomike. Kjo dobësoi qeverinë e Mossaddequt dhe krijoi pakënaqësi të gjerë brenda Iranit. Në një klim të tensionuar të luftës së ftohtë, qeveritë e Britanisë dhe Shteteve të Bashkuara, sidomos CIA, ishin të shqetësuara se Irani mund të largojë nga ndikimi perëndimor. Në vitin 1953, Shërbimet e inteligjencës së SBA-s, CIA, së bashku me qeverinë britanike, zhvilluan një plan të fshehtë për të rrëzuar qeverinë e Mossaddequt. Ky operacion u kodua Operation Ajax. Strategjia përfshinte manipulim politik dhe mediatik për zhvendosur opinionin publik kundër Mossaddequt, organizim protestash, kërcënime dhe korruptim të figurave kyçe, përdorim i pajisjeve të propagandës dhe trysnive të fshehta për të krijuar kaos politik. Qëllimi ishte të krijojë një situatë destabilizimi politik brenda Iranit, që të mund të justifikonte ndërhyrjen e fuqive të jashtme. Më 19 gusht 1953, plani u zbatua me sukses. Mossaddequ detyrua të jepte dorëheqjen. Shumë nga mbështetësit e tij u arrestuan ose u përzuan nga skena politike. Shahu, që kishte qenë në fillim i rezervuar ndaj nismave, u mbështet fuqimisht nga SBA dhe Britania për të rivendosur kontrollin mbi qeverinë. Me rënien e Mossaddequt, u rikthyej pushteti autoritar i Shahut, roli interesave perëndimore në politikën iraniane u fuqizua, burime strategjike dhe nafta iraniane kaloi tërësisht në pronësinë britanike. Rrëzimi i Mossaddequt në plan afatgjat solli dëme të mëdha për interesat amerikano-britanike në Iran. Kjo ndërhyrje brutale riktheu autoritarizmin, duke mundësuar Shahut pushtet absolut autoritar dhe tiranik. Pastaj, kjo solli ngritjen e mosbesimit ndaj SBA-s dhe Britanisë, të perceptuar si pushtues të dorës së dytë, ndërsa forsoi narrativat antiperëndimore, që më vonë do të ndikonin fuqishëm në revolucionin islamik të vitit 1979. Ngjarja u bë një pikë referimi për politikat e lindjes së mesme, për marrëdhëniet ndërkombëtare dhe për mënyrën se si fuqitë e mëdha ndikojnë në sovranitetin kombëtar. Mohammed Mossaddeq nuk ishte vetëm një politikan që u rrëzua, ai ishte simboli një lufte për sovranitet, pavarësi dhe kontroll mbi burimet natyrore. Rënja e tij shënoi një pikë ku lindja e mesme u bë arenë për përplasjen e interesave globale, ndikimi i cilave vazhdon të ndjehet edhe sot. Ishte kjo të ratë të ndruar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe miru takofshim javën e ardhshme.